Jemi në akuzë, natyrisht kam mbritur akuzatorja jonë. Arsela Gjoni, faleminderit që jeni me ne. Ajo është një juriste, një aktiviste dhe një artiste, le të themi. Faleminderit që jeni sot në studio. Faleminderit juve. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Akuza ime është, le të themi, gratë përballë drejtësisë shqiptare dhe akuzoj në këtë rast ligjet e cunguara dhe sistemin gjyqësor si aplikon ato. Po, ku e shikoni këtë problematik? Ku fillon pikërisht ngërçi? Është Shqipëria rast unik që i ka këto ligje, apo janë modele të këqija edhe... Po shpjegoj me një herë tani, e dashur Nela. Atëherë, spunto mora sigurisht edhe nga një ngjarje ditëve të fundit, që në Itali fqinje, një vend që nuk është larg nga ne, ku ligjet dhe sistemi i drejtësisë funksionojnë më së miri. Së fundmi është njohur feminicidi ose vrasja e grave është njohur dhe miratuar nëpërmjet nenit 577 të kodit 577 bis të kodit penal, pra njihet si krim më vete dhe tani më dënohet me burgim të përjetshëm. Dhe sigurisht që vetvetiu më erdhi reflektimi dhe thash, po në Shqipërinë tonë, që nuk është shumë larg nga Italia dhe ne shumë ligje edhe i kemi përkthyer apo huazuar në mënyrë pak arbitrare, çfarë ndodh? Pra, si është raporti i grave kundrejt drejtësisë shqiptare? A ka me të vërtet gruaja shqiptare, a ka me të vërtet gratë shqiptare një aleate në ligjet dhe në gjykatat tona? Për fat të keq, përgjigjja shpesh është që gjykatat, nëpërmjet vendimeve të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve tona, nuk janë në mbrojtje të palëve më të dobta që në një shoqëri patriarkale si ajo shqiptare përkojnë për fat të keq me gratë, por qëndrojnë dhe forcojnë pozitat e më të fortëve që për fat të keq përsëri e përsëris përkojnë me pasunarët apo me pronarët e multiapartamenteve. Pra, në gjykata shpesh gjejmë palët e forta ato që në përgjithësi përfaqësojnë njerëzit që kanë një pushtet ekonomik dhe lihen në mëshirë të fatit palët më të dobta që, siç e thash, janë gratë. Dhe kjo është një reflektim që nuk është thjesht një reflektim pa baza, po të shikojmë në të gjitha intervistat apo sa mundësi edhe në mënyrë private kanë gratë të shprehen, të gjitha shprehen me të njëjtën frazë, nuk na mbron ligji. A duhet jetë vërtet kështu? Përse nuk i mbron ligji shqiptar gratë? Dhe në fakt është e vërtet, po të shikojmë që kodin e familjes. Ne themi dhe flasim për familjen shqiptare si një ndër, po themi, celulat, gjërat më kryesore që karakterizon shoqërinë shqiptare. Dhe sigurisht, familja është shumë e rëndësishme, po kur vjen puna që ndodh të kemi ato momentet e dhunës në familje, a mbrohen me të vërtet gratë? Shpesh në përgjykata jepen vendime të tipit që u mohohen të drejta bazë, që këto janë të pakonceptueshme në Itali apo në Europë, që janë për shembull e drejta e strehimit, apo kur ka një pabarazi ekonomike midis bashkëshortëve të ndihmohet pala me e dobët, apo të jepet një kontribut, një ushqim, një pension ushqimor. Pra janë të gjitha këto të drejta bazë, do të thosha unë, që shpesh herë jo vetëm nuk jepen në favor të palëve më të dobta, e përsëris në shoqërinë shqiptare shpesh janë gratë, por i disfavorizojnë ato. Mos është një lloj qëndrimi kështu si fatalist ky që gratë? Jo, nuk është fatalist, sepse kjo është e vërteta, kështu ndodh. Pra, ne flasim këtu për palët më të dobta dhe shpesh këto palë më të dobta janë gratë. Po vendimi i Italisë që do dënohen me burgim të përjetshëm burrat, sa do ndikojë tek ne? Kjo është diçka që ka të bëjë pikërisht me këtë që shteti italian deja, domethënë i ka ligjet shumë të mira në mbrojtje të familjes, në mbrojtje të grave, dhe nga ana tjetër e përforcon atë sepse vitet e fundit ka patur një rritje të numrit të vrasjeve të grave, kjo si pasojë edhe atje. Po a prish kjo barazin shoqërore, domethënë mos duket një budallë ky? Që qa kuptimi ka jeta e Ornelës me jetën time, nuk është jeta e Ornelës me vlefshme se jeta ime, dhe as e kundërta. Pra, ne duhet jemi të barabartë, qofse unë bëj diçka dhe Ornela bën diçka, dënojmë të dy njësoj. Pse burri dënohet më shumë për gruan? Nga doli kjo? Po mundohesha të shpjegoja që shpesh herë burrat, sidomos në kushtet e një marrëdhënie apo në kushte familjare, nëse gruaja për një arsye apo për një tjetër është e pakënaqur dhe kërkon
divorc, pra kërkon këtë shkëputje, ata nuk e pranojnë. E konsiderojnë akoma gruan në një farë mënyre si një pronë, si një diçka që u përket, dhe këtu kemi të bëjmë me... Mirë, dakor, ai buri e bën këtë gabim. Buri e bën këtë gabim, po ligji pse vendos... Unë do thosha diçka tjetër më tepër, se ne nuk na intereson feminicidi, ose më mirë të themi, në Shqipëri akoma nuk është parashikuar feminicidi pavarësisht se është krim, po na intereson të dim sa mbrohen gratë shqiptare në drejtësinë shqiptare. Pra ky shqetësimi yt, sa mbrojnë gratë shqiptare? Patjetër, sepse nuk dua të trajtoj temën e feminicidit, sepse është një temë pak e fortë dhe e rëndë, aq më tepër që në shoqërinë shqiptare dhe në kodin penal konsiderohet si një vrasje në rrethana të rënduara apo në kushte familjare të tjera, pra nuk e kemi akoma këtë, po nuk është se dua të fokusojmë këtu, dua të them, a i kemi me të vërtet gratë tona të mbrojtura? Pra akuza jote është që ligji jonë është Ligjet tona. Se e thonë këtë si fjali, që ligjet tona janë shumë të mira. Jo, absolutisht. Ligjet tona janë të cunguara me një terminologji as pak të sakt ose që lë hapësirë për interpretim. Dhe për fat të keq këtu është ai momenti kyç që gjyqtarët dhe gjyqtaret përdorin pikërisht këtë terminologji jo të mirë formuluar të gjyqeve tona për t'i kthyer ato pastaj në favor të palës që ata duan të favorizojnë dhe jo shpesh kjo është në funksion të palës që duhet mbrojtur. Nga ana tjetër unë mendoj që është shumë e rëndësishme pikërisht që po themi proceset gjyqësore të regjistrohen jo vetëm për mbarvajtjen, po gjithashtu të regjistrohen që të kemi një matje, një mundësi monitorimi se si e zhvillojnë detyrën gjyqtaret dhe gjyqtaret tona në sallat e gjyqit. Pra, për kundrejt, për pos faktit që jemi mësuar të flasim a janë apo janë të korruptuar, a janë apo janë të aftë, sepse shpesh japin ligje në më të paktën e rasteve, japin vendime në më të paktën e rasteve absurde, po në më të shumtën edhe kundërligjore. Qartë. Si, do me thënë, gjykata në vend bëj drejtësi, bësh drejtësi. E përdorin ligjin dhe, si që thash, ato terminologjit, frazat, jo të formuluar... Më dhe që ta themur me një fjalë. Gjyqtari merë ca lek, blen një palë të shtrenjta dhe ndërkohë me parat që ky bleu këtë gjë, një dikush tjetër ka humbur jetën ose ka humbur ardhmërinë ose shpresën ose ka humbur marrëdhënien me fëmijët ose ka humbur të drejtën e strehimit, ka humbur të drejtën të ketë një proces gjyqësor divorci. Po kishte nga shumë e rëndë kjo gjë. Absolutisht po, është shumë e rëndë. Dhe unë mendoj do ishte me shumë vend. Ndash ka një vetting vetëm për këtë. Patjetër. Unë mendoj që më shumë vettingu, do të thënë spaku më shumë se sa të hetoj për anën korruptive, që paka shumë dihet opinioni se çfarë mendohet për gjyqtarët tanë, duhet të shikoj anën profesionale, a janë të aftë apo të pa aftë, sepse... Shumë të aftë, përderisa e shkruajnë drejtësi si vetë. Jo, sepse nga që ligjet janë të shkruara me një terminologji jo të mirë formuluar, atëherë janë të aftë. Janë të aftë për ta përdorur ligjin si duan. Instrument manipulator kundër palës që po themi shpesh herë rezulton të jetë ajo më dobta dhe ajo më forta arrin të tuagjej po themi anën. Kështu që unë do të thosha nga një refleksion imi, nga një ide imja që do ishte mirë sikur në për gjyqe të kishte monitorim, pra të kishte juri. Po ato regjistrojnë gjyqet? Regjistrojnë, po regjistrojnë vetëm për mbarvajtje. Në fakt, duhet të regjistrojnë dhe të ketë edhe një juri, për shembull përfaqësues nga organizatat të ndryshme, për shembull po themi për mbrojtjen të drejtave të grave, NGO-t, përfaqësues nga të huajt, nga organizatat e huaja. Pra do ishte mirë të kishte një juri që monitoron edhe mënyrën se si këta gjyqtar operojnë. Si këta gjyqtar veprojnë në për sallat e gjyqit, sepse e përsëris e përdorin... Se shbërë në një kazus publik për këtë? Sepse gratë e thonë midis njëra tjetërës që s'kemi ligjë, s'na mbron ligji. Pra, edhe të drejtat bazë, si që thash, e strehimit, fëmijëve... Do me thënë, një grua shqiptare që të themi të jetë embuluar ose të jetë e mbrojtur, duhet të ketë fëmijë. Nëse nuk ka fëmijë, është totalisht e pambrojtur. Të lutem, do ta përsërisësh edhe një herë akuzën dhe kujt i drejtohet ajo? Te kamera. Akuza i drejtohet ligjeve të cunguara dhe jo të mirë formuluara dhe sigurisht gjykatave të cilat nuk interpretojnë ato në mënyrën e dur dhe në favor të palëve më të dobta. Për të sjellë kështu në një farë mënyre atë barazin që presupozohet të vinë nga tempujt e drejtësisë. Duke të falenderuar shumë për akuzën tuaj, unë duaj që bashkarish ne nga pas kamerave të ndjekin Erion Kristo në monologun e tij. Patjetër. Faleminderit.
Faleminderit. Monologu im, me qënë se jemi dhe një ditë të bukur sot, është shqiptari i së shkuarës. Sa herë që shoh dhe studioj shqiptarin e së shkuarës, ai më del më pozitiv se sa shqiptari të sotmes. Shqiptari i së shkuarës vishej bukur, ndërsa sot vishet me rrobat e gabit. Shqiptari i së shkuarës fliste bukur. Fjalët e tij të mençura kanë kapërcyer shekujt, dhe shumë universitete prestigjioze bëjnë studime dhe arrin në konkluzione që stërgjyshërit tanë i kishin ditur me shekuj. Pra, ne i kemi gati prej tyre. Shqiptari së shkuarës ishte dhe i mençur, ai nuk ndërtonte në nivelin e lumejnve, siç ndërtojmë ne sot, dhe sapo lumejnët përmbyten pak, shtëpit mbushen plot me ujë. Shqiptari i së shkuarës ndërtonte dhe bukur. Mjafton të shikoni shtëpitë e Gjirokastrës, të Beratit, të Shkodrës apo kudo tjetër, kullat e bukura do shikoni që janë ndërtime shumë të bukura. Ndërkohë, sot ne betoni na ka zënë syt. Shqiptari së shkuarës kishte edhe bes, shqiptari së shkuarës kishte burrni, shqiptari së shkuarës ishte kryengritës, shqiptari i së shkuarës luftonte për këtë tokë, kurse sot e lufton këtë tokë. Shqiptari i së shkuarës nuk ishte mentar, nuk ishte akademik, nuk ishte media, nuk ishte institute, nuk ishte qendra kërkimore shkencore që të punonin për të dhe ta ndihmonin. E me gjitha të ishte më i mençur se sa të gjithë këto të mbledhur bashkë. E di që do më thoni që shqiptari së shkuarës ka pasur dhe mangësi. Është e vërtet, ka pas mangësi, po ka pas dhe shumë gjëra të mira. Kurse kur shikojmë veten sot, jemi katandisur, mos o Zot. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, shihemi javës tjetër.